Sot është dita ndërkombëtare e vullnetarizmit, një datë e shpallur nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara në vitin 1985, me misionin për të falenderuar të gjithë vullnetarët në mbar botën dhe për të rritur ndërgjegjësimin mbi kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në shoqëri. Kjo ditë shënohet nga qindra organizatave qeveritare në shumë vende të botës, duke sjellë në vëmendje historitë e njerëzve që japin kohën, energjinë dhe zemrën e tyre për të mirën e përbashkët. Nga edukimi, kultura dhe sporti tek mjedisi, shëndeti, ndihma humanitare dhe përfshirja sociale, vullnetarët luajnë një rol të pazvendësueshëm në çdo sektor të jetës. Një nga shembujt pionier në vend është organizata Përtej Barrierave, e cila prej vitesh mirëpret vullnetar të European Solidarity Corps në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. Sot festojmë mira histori suksesi që tregojnë se vullnetarizmi ndërton të ardhme më të mirë. Një nga shembujt pionier në vend është organizata Përtej Barrierave, e cila prej vitesh mirëpret vullnetar të Korpusit Evropian të Solidaritetit në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. Ajo krijon mundësi kuptim plot për të rinjt që duan të kontribuojnë në zhvillimin e komuniteteve tona. Përmes angazhimit të përditshëm në edukim, përfshirje sociale, aktivitete mjedisore dhe iniciativa rinore, këta vullnetarë sjellin energji të re dhe ndryshim pozitiv. Ky program i mbështetur nga Bashkimi Evropian forcon solidaritetin dhe dialogun ndërkulturor, duke i fuqizuar të rinjt të marrin role aktive në shoqëri. Në nivel të Bashkimit Evropian, rreth 100 milion qytetarë nga të gjitha moshat investojnë kohën, talentin dhe pasionin e tyre për të ndihmuar komunitetin në organizata të shoqërisë civile, klube rinore, spitale, shkolla dhe shumë të tjera. Vullnetarët nuk kërkojnë lavdi, por ata e meritojnë atë. Sot është dita për t'u thënë faleminderit. Është arti të dhënurit pak më shumë dritë botës, pa kërkuar asgjë në këmbim. Ky është vullnetarizmi, zonja dhe zotërinj, dhe sot është dita e tyre, është data 5 dhjetor, është dita ndërkombëtare e vullnetarizmit, dhe unë kam në studio 3 përfaqësues të një prej shoqatave të cilat merren me aktivitete vullnetare në vendin tonë. Pa humbur kohë, dua që t'i prezantoj menjëherë, është Roel Rapi, koordinatori vullnetarëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen. Ndërkohë, kemi edhe Elliot Bellamy, i cili është një vullnetar i huaj në vendin tonë, ka ardhur prej pak ditësh në Shqipëri. Ai është me origjinë nga Franca, dua ta përshëndes. Mirë se vjen. Welcome. Good morning. Thank you. I'm happy to be here. Dhe Lorenzo Sina, gjithashtu vullnetar, me cilin do të ndajmë një bisedë për të kuptuar pak për aktivitetin e tyre, se çfarë do të thotë të jesh vullnetar. Dhe dua ta nis pa humbur kohë me Roelin. Roel mendoj që tregon shumë për karakterin e një individi, edhe për personalitetin e tij. Fakti që zgjedh që në një botë ku jeta tani sa bëhet gjithmonë më shumë dinamike, ku gjithë secili në fund të ditës sheh edhe interesin e tij personal, të qëndrosh stoik në disa vendime që ke marrë, ti jesh vullnetar dhe ti shërbesh të tjerëve. Çdo të thotë për ty kjo dhe sa e rëndësishme është dita e sotme? Absolutisht, dita ndërkombëtare e vullnetarizmit është një ditë fantastike. Një ditë që ju kushtohet vullnetarëve në të gjithë botën, për gjithë angazhimin e tyre social, për gjithë kohën, për gjithë kontributin e tyre. Do të thotë shumë të jesh një vullnetar, siç e thatë edhe ju, në këtë ditë, në ditët e sotme, në botën e sotme ku çdo gjë ecën shpejt, ku çdo gjë ka ritëm, ka dinamik, dhe ndërkohë të japësh nga koha jote e çmuar, ti japësh nga vlerat e tua, ti japësh shoqërisë, ti japësh personave të cilat kanë nevojë për këto vlerat të tua dhe për angazhimin tënd, do të thotë shumë. Kështu që duhet të jemi mirënjohës për të gjithë vullnetarët, për gjithë ato çka japin, për gjithë energjinë, për gjithë ato mundësit, effort, ato përpjekjet që ata bëjnë, të cilat vendosin në lëvizje shumë gjëra nga prapa. Kështu që me të vërtet duhem përgëzuar që të gjithë vullnetarët. Unë në fakt prej gati një vit e gjysmë jam koordinator i vullnetarëve, pikërisht tek Përtej Barrierave, por rrugtimi im ka nisur edhe tek organizata Përtej Barrierave, edhe si një aktivist, si një vullnetar, le të themi që kalova pak ato shkallët një nga një, sepse në fillim që të marrësh, patjetër duhet të japësh diçka, dhe kjo duhet ngulitur fort në mendjen e të gjithë të rinjve këtu në Shqipëri, sepse të gjithë kërkojnë që menjëherë të shkojnë të prekin ato majat ose standardet që ata kanë ndërmend, por duhet të japësh një kontribut, duhet të japësh në fillim dhe pastaj të marrësh. Pra, kjo është e bukura e vullnetarizmit, që ti jep pa menduar se çfarë do të marrësh në duhet të mbjellësh
Pra të korësh. Dua të pyes pak Elliot dhe do më ndihmosh me përkthimin. Patjetër. Duke qenë se është i huaj. Elliot, how does it feel being a volunteer? And in Albania lately, you left your country and came here since September of this year. Yes. How does it feel being a volunteer here? Honestly, it feels very nice, very good, very great experience. Pra, e kam pyetur Elliot se si ndihet që është vullnetar në Shqipëri, ka ardhur prej shtatorit të këtij viti, do të qëndrojë deri në muajin korrik, duke shërbyer profesionalisht nëpërmjet vullnetarizmit. Okay? Yes. So it's always scary to leave home, you know, especially from France to Albania. It's a long travel, and it wasn't scary the day I arrived. Elliot thot që deri tani ka kaluar një periudhë shumë të mirë, tha që është pak e frikshme ose e sikletshme të largohesh prej shtëpisë në fillim, sidomos të shkosh nga një vend si Franca në një vend këtu në Shqipëri, por nuk ishte as pak e frikshme dhe as pak e sikletshme dita kur ai ka ardhur dhe gjithë kjo kohë që është duke kaluar, sepse e përshkrojmë më përpara si një kohë me të vërtetë të këndshme dhe shumë të frytshme. Why did you choose Albania? E pyes pse ka zgjedhur Shqipërinë? Well, at first I was looking just at special countries I wanted to go in, but after that I started to look at the missions, and when I found Beyond Borders, it started to be very interesting for me, and so I chose this country for the missions, for the opportunity that it offered to me, and also I have my cousin married an Albanian, so I have family here also now. Në fillimisht, Elliot ishte duke parë për një vend ndryshe, pak një vend special për misionin e tij kushtuar vullnetarizmit, kushtuar programit të European Solidarity Corps, dhe ishte duke bërë ato kërkimet, por arsyeja kryesore ai thotë që ishte programi dhe vetë misioni, dhe kur pa organizatën tonë përtej barierave, ju duk shumë interesant, duke filluar duke kërkuar më shumë mbi programet tona, dhe kjo ishte arsyeja kryesore. Mbi të gjitha thotë që një prej kushërinjve të tij është martuar me shqiptar, kështu që ai kishte edhe pak njohje familjare më përpara. Një arsye më shumë për të ardhur. Një arsye më shumë për të zbuluar Shqipërinë. Lorenzo, për ty si është thjesht vullnetar? Më trego pak për sa kohësh shërben në këtë lloj forme dhe dua të di pak dhe për aktivitetet që keni bërë si shoqat. Pra, ku keni qenë? Çfarë ju thon njerëzit? Cili është aktiviteti i përditshëm i kësaj shoqate në fundit? Po patjetër. Unë faktikisht kam vetëm sa muaj që jam vullnetar. Pjesa më e bukur faktikisht e vullnetarizmit është atëherë kur ti shikon tek njerëz të tjerë, mos tek fëmijët, sepse kemi patur një nga projektet tona, në një prej projekteve tona ndihmojmë fëmijët që kanë probleme me dëgjimin. Dhe pavarësisht se për ne fakt është një hap shumë i vogël, është ndoshta edhe asgjë, thjesht disa orë në ditë. Për ta ka një impakt shumë të madh dhe kjo dallohet sidomos në gjatë orëve të fundit ku ti je duke u larguar dhe shikon dhe në përfundim të ditës ti shikon ato reagimet e tyre në mimik. Projektet tona tani janë të shtrira në disa fusha. Një prej tyre siç janë dhe fotot mbrapa, kanë që pastrimi i lanës. Disa prej tyre kanë të bëjnë tepër edhe me aktivitetet të cilat ndërthurin kulturat me vullnetarëve të huaj me kulturën tonë. Disa prej tyre kanë patur të bëjnë tepër me fëmijët që kanë patur probleme me dëgjimin apo me sindromën Down. Kështu që mund të them që ka një spektër shumë të gjerë. Por që patjetër është një eksperiencë që e para shumë e bukur, edhe e dyta mendoj që çdo person i ri duhet ta kalojë një paktën një herë vetëm në jetë. Jep një ndjesi plotësuese në fund të ditës, kur ti ke dhënë një shërbim pa marrë diçka, edhe mendoj që të gëzon fakti që ke bërë të lumtur njerëz të tjerë. Dhe ndonjëherë nuk duhen edhe shumë veprime apo ndërmarrje të mëdha për të bërë dikë të lumtur, mjaftojnë edhe disa gjeste vogla, disa dhurata apo disa shërbime të cilat ata nuk mund t'i kryejnë. Elliot, I want to know your perspective. Can you make a difference between France and Albania? How is being volunteer there and being a volunteer here? Well, I wasn't a volunteer in France, but I've talked with some. And I think it's around the same in terms of how it works, but the feeling is, I think it's unique for every country. Here I found people so welcoming,
I love to go in new stores, in new cafes or things like that, and everyone is always so bright, so smileful and things like this. So I think here it's a very, very welcoming country. Not that France isn't, but yeah, I think French people might be a bit more serious. Here I love here. Atëherë, ju e pyetët Eliotin se cili është ndryshimi midis Francës dhe Shqipërisë për sa i përket të qenurit vullnetar dhe si i duket pak a shumë eksperienca. Eliot në fakt thotë që në Francë nuk ka qenë vullnetar, por ka patur eksperiencën e shoqërisë ose miqve të tij. Ndërkohë flet për eksperiencën këtu dhe thotë që ndërmjet dy vendeve pak a shumë ideja se si funksionon vullnetarizmi dhe se si janë procedurat është e njëjtë, por ndjesia është unike në cilin do vend, në cilin do shtet. Dhe ndjesit që merr Eliot për ditë kur shkon në kafe, ose kur shkon në dyqane, ose kur shkon në institucionet ku ne bashkëpunojmë dhe ku japim shërbimin ton vullnetar, thotë që janë me të vërtet unike, janë shumë ikpritse, jemi njerëz të qeshur, jemi njerëz pozitiv dhe solar, dhe kjo e bën të ndihet mirë. Ndoshta në Francë njerëzit janë pak më stoik, janë pak më serioz, janë pak më le të themi më serioz edhe më në konture, kurse këtu ai gjen një lloj më spontaniteti, nëse mund ta them, dhe diçka që me të vërtet atij i pëlqen dhe e përmendi disa fjalën shumë mikpritës. Kështu që virtyti joni. So you like living here in Albania? Definitely will be back, I guess. I think yes. I don't know in what context, but I will come back. Pra, e pyes se po e shijon qëndrimin e tij në Shqipëri Eliot dhe thotë që po, padyshim që do doja të kthehesha në një rrethan apo në një tjetër. Roel, dua që ta mbyllim bashkë bisedën me një mesazh. Pse është e rëndësishme që në një moment të jetës, sado të gjatë jetë ajo periudha, që secili ta provojë ndjesinë e qenurit vullnetar? Është një ndjesi unike sepse ti jep diçka nga vetja jote dhe ajo çfarë shkëmben, është ajo çfarë merr në shkëmbim, është mirënjohje, është falenderim, është lumturi tek sytë atyre që shërben, siç e përmendi edhe Lorenzo pak më parë, tek të gjithë komuniteti. Mjafton të shikosh fytyrat e qeshura, mjafton të shikosh ose të ndjesh nga afër ato përqafimet, buzëqeshjet, dhe aty e kupton se nuk ka gjë më të çmuar se sa ai kontribut që ti jep në shoqëri. Edhe pse gjithë angazhimet nuk kanë një kosto, le të themi nga prapa, një anë financiare, por të gjitha këto që përmenda, ana sociale, ana shoqërore, është shumë më e rëndësishme gjithashtu. Është diçka që nuk ka çmim. Kështu që me të vërtet vullnetarët anë mban botës nuk paguhen, por ajo kontributi që ata japin është i paçmim. Nuk ka çmim që dua që t'ju falenderoj shumë. Vërtet ishte kënaqësi që t'ju kisha në studio. Lorenzo, ku ju gjejnë ata që duan të bëjnë pjesë e juaj, pra që të japin kontributin e tyre? Në rrjetet sociale, Beyond Barriers, mund ta kërkojnë BBA shkurt te barrierave. Gjithashtu në internet mund të kërkojnë në website mbi vullnetarizmin në Europë, mund t'ju dalin shumë opsione, ndërto është dhe Beyond Barriers, por mund t'ju dalin edhe opsionet cilat janë jashtë shtetit shqiptar. Thjesht për të shtuar diçka, për të rinj shqiptar që duan të bëhen pjesë e këtij programi fantastik, European Youth Portal është faqja ku ata mund të googlojnë, mund të shohin mundësi vullnetarizmi kudo në Europë dhe pastaj mund të na kontaktojnë ne, duke qenë pikë kontakti prej viti 2011 i programit SC dhe Erasmus+, dhe ne bëjmë gati mundësin, pjesën e dokumentacionit, për t'ju dhënë atyre mundësin për të shkuar pikërisht në cilin do shtet ose organizat që ata duan të japin kontribut. Faleminderit shumë. Thank you very much, Eliot. Such a pleasure having you here. Me too. Faleminderit shumë, Lorenzo, dhe ju uroj shumë sukses në këtë rrugtim tuaj. Ecim me programin, zonja dhe zotrinj, do të jemi me tema të tjera dhe të ftuar deri rreth orës 10.